Mirëmbrëma dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtemi, data sot është 12, më është TV, 5 vitit 2026, vit që po i shkelim 5 muaj. Pra është e martë dhe do ndalem pak sonte me Izet Mexhitin. Frerë, nuk mërzitet për atë çka flet. Në të thënë ku rafsha mos u vrafsha. Flet në të djathën e të majtë. Flet në qendër, çka nuk flet. Por, pajtoha me disa gjëra me Izetin. Dhe në një pjesë pastaj edhe do e ironizoj. Me çka pajtoha? Pajtoha me Izet Mexhitin, i cili sonte në televizionet të ndryshme thot: 5 ministra kishte BDI-a dhe nuk e pastruan punën e provimit të respondencës në gjuhën shqipe. Tamam, me tyja. Nuk pajtohen, por pajtohen pjesërisht me Izet Mexhitin lidhur me kongreset e BDI-s. BDI-a e di atë, sepse kam qenë prezent duke bërë transmetim, në kongresin e parë të saj është kënduar himni, bile ka kërcëlluar muzika patriotike. Pra, vlen, në kongresin e parë nuk e bët, pastaj çfarë doni bëni. Pra, sefte nuk e bët. Dhe BDI pra kishte problemet e saj. Dhe pajtoha me Izet Mexhitin në një gjë. Sonte në televizionin TV Telma, në Top Tema, thot: Maqedonia ka 80 komuna, më herët ka pas 125, tash ka 80. Unë mendoj, thot, se në të ardhmen do duhet të jenë 50 deri në 60 komuna, që edhe unë pajtoha. Që shmoti unë pajtoha me kundër kësaj. Ta zonë, pse të ketë komunë në Çajër? Pse të ketë komunë në Çajër? Kur Gazibaba është afër, komunë e Gazibabës. Pse të ketë komunë Tetova? Kur, ta zonë, te Arca mund të abëlloj. Ose Gostivari. Pse të ketë komunë në Zhelin, kur Jegunovca mund të abëlloj? Pse? Dhe është Jegunovca ka 10-12 punëtor, pse? Dy komunat më të suksesshme në një kohë, në kohën e BDI-s dhe të PPD-s, komuna e Gjepçishtit dhe komuna e Shivkovicës u anuluan. Pra më të suksesshme. Dhe pse edhe komunat e Tetovës tjetë komunë? Pse? Pse komunat e Arcës tjetë komunë? Pse? Mërzitet LSDM-et, mërzitet VMRO-ja, pa të mërzitet pastaj edhe Vleni, se ku do t'i marrin votat? Jo. Insistimi me këngullit nga vllokut Maqedonisë, qoftë LSDM, qoftë VMRO, DPN, pa marrë parasysh se LSDM tash bëhet për gjina në opozit. Ata ishin kundër komunave shqiptare. Dhe ishin edhe kundër regjioneve kur votoheshte, pra nëse do ketë reforma në kodin zgjedhor, unë e kam thënë dhe përsëris, çfarë i duhet zonës numër 6, ta zëm disa fshatra të tjetërkuj kur ajo i ka në zonën nëmër 5. Çfarë i duhet? Pra, zonën nëmër 6, për jemi ne, nuk në duhet as Zajazi, nuk në duhet as Dibra, nuk në duhet as komunë e Rëstushës dhe Mavrovës. Nuk në duhet. Shkojmë me vëlla me zonën nëmër 5. Edhe ashtu këtu grumbullohen dhe bëhet më tepër vota se sa që duhet nxjerrin deputet. Shkojnë mbi 20.000 vota kot. Në zonën nëmër 6 të Pollogut duhet vi jo komplet Makedonski Brodi, po fshatra që shtrihen në kufit e Pollogut. Pra fshatrat e Makedonski Brodit, ku janë shumica shqiptare përfshihen në regionin e Pollogut. Pra, pajtoha me Izetin që zvoglohen komunat. Ama, thash, çfarë i duhet komunë e Çajër Shkupit, ka Gazibaba në afër. Atë një komunë madhe dhe do ketë zhvillime më të mëdha, nuk do ketë në pjesën shqiptare ta zonë, nuk do ketë mito korrupsion, dimare ketë komunë e Gazibabës, në Tetovë çka i duhet Zhelina, komunë e Zhelinës, e kemi komunën e Jegunovcës dhe çfarë i duhet Tetova si komunë, kërkujt si duhet në të ardhmen. Interesi që Tetovës t'i merret bastioni pra
paria e udhëheqjes së shqiptarëve dal nga dal po realizohet nëpërmes vlenit. Dhe kjo mbi të gjitha, mbi të gjitha. Pra, mbi të gjitha po zhvillohet një luftë mjaft interesante, mediatike dhe politike. Pra, në Maqedoninë Perëndimore, sa më pak ndikim të ketë Pollogu, sa më shumë ndikim Shkupi dhe për atë bëhet edhe vleni. Okej, nuk është okej, por dini si ka thënë, revolucioni ha fëmijët e vet. Revolucioni ha fëmijët e vet. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tepër. Tash do ndalem pak me Izetin, do merrem sepse vërtet i ka muhabetet as në të djathtë, as në të majt, ai thotë se i ka në qendër. Interesant. Unë përspare shoh qendër. Dhe për atë që u thash se pejtojmë Izetin për komunat, ja se çfarë thot Aga Izet. Shkruja Agës në akull, thunë Kaçanaklit. Общини, како Конче, Деварца, мали општини, кои што во целиот систем на локалната самоуправа и на поделбата територијална на општини, каде што има премногу, се неодржливи општини во било која смисла. Значи, Желино може би тука треба да отвориме, па има економска зона, да, согласам, има и некои политички општини се, но мислам дека заради последиците кои што ги имаше последната територијална поделба, да се навраќаме, значи имаше многу тензии, се до премиерот Бучковски тогаш и други личности. Мислам дека тука треба да бидеме пазливи дали е моментот за нова територијална поделба и да се види кои општини се ефикасни и кои не. Мислам многу неефикасно беше кој имаше 123 општини, се има 80. Ја мислам по моје мислење дека Македонија треба да има негде 50 до 60 општини, што е реален број, каде што ќе бидат и реални општини со реални можности, со реален потенцијал. Po pra, e dëgjoj, edhe unë pajtova. Çfarë i duhet të zëmë Pollok komunën e Arcës, të pas komunën e Ivanovcës, të pas çfarë i duhet Zhelina të pas komunën e Ivanovcës. Plus vëllezërit nga Krushevska Republika dhe janë të kënaqur të lumtur. Çfarë i duhet komunën e Tetovës Pollokut? Kemi Gustivar. Fundit, çfarë i duhet Gustivarit? Dhe shkojmë me komunën edhe Tetove edhe komunën e Gustivarit, le shkojmë me komunën e Rëstushës, pra të Mavrovës dhe të Rëstushës. E dini se kur ka qenë ballistët, kur kanë qenë Tetov, komunën e Tetovës i ka caktuar Dibrës së vogël. Ashtu e ka parë Ernest Koliçi i famshëm, i cili çdo merit e respektin këmbë do t'i ngrihet çdo shqiptar në Maqedoni. Ai solli mësuesat e parë, i solli çdo gjë gjatë viteve 41-44. Pra, vërtet, çfarë duhet? Pajtohem plotësisht me Izetin, por pajtohem pjesërisht edhe vëdej në shumë kongrese nuk ka pasur himne kombëtare, por ka pasur kongrese tematike, kështu i zbulonte Ali Ahmeti. Kur më sartë për shtetë. Dhe. Vërtet është interesante, po kongresin e parë kam qenë edhe unë aty, kam bërë transmetim, e di se është kënduar himni dhe patriotizmi i madh, Izet, patriotizmi i madh. Thash çfarë Shqipënie, u bë më Shqipëni se sa Shqipënia e Tetove në Pallatin e Kulturës. Okej, nuk është okej, por Izet ju me të parën, si tha Emel Azezi, kujt i besoj? Koburës, ju të parën edhe rëshqitët si deri në akull. Okej, problemi i tyre. E tash do merrem, thash në fillim pak me Izetin, sepse Izeti meriton të ketë një paraqitje nga ana ime intelektuale. Ju dini se mbahemi me që. Deklaratat e Izetit Meshitit në paraqimin e fundit publike tingëllojnë më shumë si përpjekje për të arsituar një realitet politik të paqartë, se sa një vizion i një force që pretendon ndryshim. Nëse vlen hyrje në koalicion qeveritar pa një marrëveshje të qartë paraprake për çështjet themelore shqiptare, atëherë lind pyetja logjike, mbi çfarë baze kërkua besimi i votuesit shqiptar? Nuk mund të flitet për lexim të saktë të votuesit shqiptar, ndërsa në praktik pranohet të jetë në pushtet pa garancë politike, pa platformë të detyruar dhe pa vjet të kuqe të qarta. Votuesi shqiptar nuk kërkoi vetëm rotacion emrash, por ndryshim real në mënyrën e përfaqësimit politik. Pikërisht këtu nis kontradiktë më e madhe e vlen. Edhe më problematike është deklarata e Meshitit se në mes të mandatit nuk mund të ndryshojmë radikalisht. Hija e majkata, të presim në tash 20 vite tjera, atëherë përse u kryua narrativa se jemi ndryshimi historik?
Nëse një subjekt i në qeveri duke pranuar paraprakisht nuk mund të bëjë ndryshime rrënjësore, kjo nuk kupton ose mungesë fuqie politike ose mungesë guximi për të imponuar tema shqiptare në tavolinën qeveritare. Ndryshimet rrënjësore nuk bëhen vetëm në fund të mandatit, as nuk presin momente më të përshtatshme. Ato fillojnë që në ditën e parë përmes marrëveshjeve konkrete, kushte politike dhe presionit institucional. Ndryshe, pjesëmarrja në qeveri shndrohet në dekor politik dhe në faktor vendimmarrës. Ironikisht, në gjithë e paraqet si sukses historik pjesëmarrja e Kristian Mickosit në Kongresin e një partie shqiptare, por simbolika nuk zëvendëson përmbajtjen politike. Shqiptarët nuk kanë nevojë për fotografi protokolare apo për normalizimin ceremonial me kryeministrin, por për marrëveshje konkrete që garantojnë avancimin e të drejtave të tyre dhe barazinë reale në shtet. O Izet, vërtet Mickosi kishte atë, por të nesër të dielën ishte edhe në Presp të vogël në Pustec. Dhe atje ikonografia kishtare nuk mungonte. Nuk mungonte. Pra, ai do diçka për vete, por nuk e toleronte të tjerë, ose në kundër nuk do të vinte. Ju a keni dërguar edhe programin e Kongresit. Në fund, jo programin politik, se nuk keni program politik as ekonomik. Në fund vlen rrezikon të bëhet shembull klasik i një koalicioni që përktoi përmbysje politike, por po përshtatet shpejt me komoditetin e mbështetjes. Kur hyrja në qeveri bëhet pa marrëveshje të qarta, nëse më pas justifikohet mungesa ndryshimeve radikale, atëherë opinioni publik ka të drejtë të dyshojë se ndryshoi vetëm retorika, jo politika. Izet vllai. Marr Izet. Dhe e di se së besoni, por ja dëgjoni. Njëri ndër kryetarët e sapo zgjedhur të partisë Vlen, Izet Mexhiti, ka vlerësuar se bashkimi i këtij koalicioni ka ardhur në momentin e duhur. Ai në misionin debat në shenja, theksoi se modeli udhëheqjes me 2 kryetarë në kuadër të Vlenit ka sjell një frymë të re demokratike në vend. Bashkimi i Vlenit vjen në kohën e duhur, nuk është as e sforcuar, as e vonuar. Për shkak se nuk është e lehtë, pra të bashkohen subjektet të cilët në kaluarën ndoshta kanë qenë edhe në drejtime të kundërta në momente edhe kundërshtar politik, kështu me radhë, mirë po mendoj që kemi dëshmuar që dim ta lexojmë votuesin shqiptar, dim ta dëgjojmë votuesin shqiptar, fillimisht pra duke u bashkuar si opozitë shqiptare, që mundsoj pra ndryshimin dhe thyrjen e monopolit. Mexhiti në këtë emision gjithashtu foli edhe për prioritetet dhe orientimin politik të kësaj partie të re. Sipas tij, ndryshime rrënjësore në mes të mandatit nuk janë të mundshme, por thelbësor mbetet orientimi politik i Vlenit. Mendoj në mes të mandatit ne nuk mund të ndryshojmë radikalisht. Po pra dëgjohet. Vallai bilata, nuk ju rej. Atë që a them e kam edhe të dokumentuar. Por, edhe njerë, pra me Izetin e përfundojmë këtu, edhe njerë, Izet, këngull në atë që të ketë 50 deri 60 komuna Maqedonia, thash edhe njerë, çfarë duhet Shkupit dhe juve Shkupjanalive, komuna e Çajri. Problemi. Lidhur me Gazibabën e keni në kufi. Çfarë duhet Tetovës, komuna e Zhelinës dhe e të Arsës. E kemi e gonosën. Për çfarë se ka 6-7 muson? Kredi do shkojnë tje, do zgjedhim kryetarin vëllezërin nga Krushevska Republika e kështu me radhë. Pse? Pse ta lodhim? Çfarë i duhet Tetovës komuna? E lidhim me Bërvenicën, ose hajde, edhe Gostivari çka i duhet pollohet. E lidhim me Bërvenicën, edhe u sos puna. Izet jam me ty, po bëne këtë, sepse 2 komunat më rentabile që ka pasur Maqedonia në kohën e PPD-s dhe BDI-s kanë qenë komuna e Xhepçishtit dhe komuna e Shërkovicës. Ekzistojnë sot jo. Sot 30 Bilalli atje me porojnë që ka 100 shtëpi dhe apo 200 që po e zon, me Xhepçishtin me 1000. Çfarë nuk ka, çfarë nuk dëgjosh. Okej, nuk është okej, pra këtu Agarizet shkruajnë në akull thënë ka qenë klit. Dhe. Vazhdoj më tej pra. Vazhdoj më tej. E tash prap do të them, mos i tregoni vërtet se preket. Vërtet ta kishë ditë se preket, voti do kisha prek edhe Bilallin edhe Izetin. Si është e mundur? Që Kriva Pallanka ka një shkollë të mesme, Gjorgje Petrov, e ka emrin, Kriva Pallanka. Dhe komuna në Kriva Pallankës u ka nda të gjithë maturantëve 1/1 nga 3.000 dinar. 1/1 për mbrëmjen e maturës. Dhe, mos i tregoni, vërtet 2 kryetarëve të komunave ku shumicë janë shqiptare. Edhe në Gostivar mos i tregoni ati Limanit. Se preke njerëzit, preke njerëz janë edhe ata.
Unë e kam thënë, nuk do ndalem me zonjën Imeri, cila këtyri dhe ka një përplasje, jo pse është femër, por ka dhe diku diçka të drejtë, por në shumicën e gjërave nuk ka të drejtë, dhe këta që sulmojnë për diçka tjetër, pra nuk ka në politik, pardon, o je o nuk je, nuk ka gjini politika. Përsëris nuk ka gjini. 3.000 denar, kjo është njëra prej atyre që ndanë mjetet e caktuara prej më herët për buxhetit komunal në komunën e Kripallantës. Po të ishin në komunë tjera shqiptare, do delte në një mençur atje, sa ti marrin maturantët di marr unë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tepër. Gjithandej, çfarë nuk e dëgjosh. Sot ka pëlqyer Denion Medani, ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni. Dhe vetëm ka shkruar, vazhdoj t'ju dua shumë. Ka marrë pjesë edhe në atë që quhet infrastrukturë, korridorin 8 që është mbajtur në Shkup, një simpozium, dhe kush nuk ka marrë pjesë aty, në Forumin Ekonomik Maqedoni Veriut Shqipëri. Për te kufive, diskutuan për investimet, infrastrukturën, turizmin dhe nevojën për një rajon më të lirë dhe më të konkurrues. Shqipëria sheh Maqedoninë e Veriut si një partnere natyrale në këtë rrugtim. Geografia na ka bërë fqinj, historia na ka afruar, ndërsa ekonomia duhet të na bëjë partnerë të domosdoshme. Nga korridori 8 të energjia, nga tregtia të turizmi, rajoni nuk ka nevojë për më shumë lidhje konkrete, më shumë besim dhe më shumë bashkëpunim real. Dhe besoni miqtë e mi, nga viti 1992, prej kur merrem me gazetarin këtu në Maqedoni, më herët kam qenë poet në Kosovë, nga viti 1992 deri tash, ambasador më vital se Denion Medani nuk kam hasur. Edhe ishte mjaft komunikativ. Ma ka bërë një pyetje, tha, dini gjë ju për familjen time, për Recep Medanin, babain, jo. 2 vite kemi jetuar në Tetov gjatë asaj periudhës kur ka qenë Ernest Koliqi ministri i arsimit. Okej, se kam ditur. Thër viteve 41, 43. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me të pra. Dhe njerë, ambasadorit suksese në punë dhe vazhdo. Dhe ne të duam ambasador. Dhe. Maqedonia vlon nga budallakejtë. Edhe të politikërëve maqedonas, por edhe të politikërëve shqiptarë. Pak më parë morëm me shqiptarë, tash do merrem pak me ministrin punë të jashtme dhe tregtisë jashtme, Mocunskën, i cili ka reaguar lidhur me atë deklaratën e djeshme të ministres së punës të jashtme të Bullgarisë, Vesislava Petrova Çamova, e cila në deklaratën e djeshme të saj gjatë Këshillit të Ministrave të Punës të Jashtme të Bashkimit Evropian përdori një mbiemër të papërshtatshëm për ministrin e punës të jashtme të Maqedonisë dhe të pasakt të nxjerrë nga emri i vendit tonë duke përdorur shprehjen partner Maqedona Verior. Interesant. Dhe ja kanë thënë këtë gojarisht ambasadorit e kanë thirrur sot ambasadorin e Bullgarisë në Maqedoni dhe ja kanë thënë bravo, urime. Nuk është urime, por a dini, besoj se e dini, në Maqedoni vitin e kaluar 2 miliard 800 milion euro janë dhënë në për kazino. Dhe mendoni se vërtet gjithë ata njerëz, nga ajo që kam pyetur deri tash, deri në këto çaste, ta që merren me këtë punë me kazinot, kanë thënë 80% e gjërave në për kazino bëhet pastrimi i parave nga shtetasit e huaj. Mbase 2 miliard 800 milion euro të jenë pastruar, të jenë humbur apo të jenë fituar në për kazinot e Maqedonisë, kjo është pak si tepër. Për atë dhe po hapen si bastore, si kazino, në çdo ndër 500 metra. I 20 me gjithi më herë thash nuk do merrem, pa e tha. Por mu kam pasuar kjo sheqata e bigjozgjive, anti-bigjozgjive në Tetov. Patriotat heshtëm 3 vite, 4 vite, tash u ringjallën. Ndi diçka, por nuk dua përmendi. Ata e din se di dhe i kam parë për një iftar. Kur janë ullur në një restoran me gjysmën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, qeverisë tash që është aktuale, për atë 2 viteve tepër. Okej, nuk është okej, por unë kam qenë familjarisht në tavolinën tjetër dhe i kam parë me hoxhallar, me gjithë ta që luftojnë, me gjithë ta. Sigur ata që i shifshin më përpara që dilshin kundër EVN-s, u theqin, i pastruan, rregulluan punët e tyre dhe nuk janë. E tash na mbetet neve që t'i heqim blok tarifat. Dhe pse regulatori i ri tha prenumerohet heqja e blok tarifave, rriva mund të shletohet deri 34%. Njëri më tha, oni le të shletohet edhe 34%, se për ndryshe në çdo ato blok tarifa ka 20, ato ka 80% është. Kjo 34 pajtohemi. Nuk është okej, por unë të ju përshëndes me shpresë se
dëgjoni nesër mbrëma pra. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.